17 gusht. Provani e mistershme. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonan për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesërme në të gdhir, Perëndia dërgoi një krim që i ra bimës dhe kjo u tha. Jona 4, 6 deri në 7. Kur Jona u largua nga Niniveja, qyteti ishte shpëtuar. Mirë po vetë profeti ishte buzvarur. E dija që do t'i falje pavarësisht nga ligësitë që kanë bërë, i tha i Zotit. Tani më mirë të vdes se sa t'i shoh armiqtë e mi të falur. Jona 4, 2 deri në 3. Jona bëri një streh të vogël për vete, vargu 5, ndoshta me gur ose tulla balte. Nxehtësia e diellit do ta kishte bërë shumë të parehatshëm qëndrimin e tij në vend të hapur. Imagjinojeni Jonan të ulur në strehën e tij të vogël, duke dëshiruar vdekjen, dhe pastaj kupton që një bim e mrekullueshme po rritej rreth tij. Krejt papritur vapa e ditës ishte zbutur nga hija e kësaj bime dhe Jona ndihej shumë i lumtur. Mirë po nga zëllimi i tij nuk e pati jetën të gjatë. Po ai Perëndi që siguroi bimën për ta bërë Jonan të lumtur, siguroi edhe një krim që e shkatërroi bimën. Bima nuk u fishk në ndonjë mënyrë të panatyrshme, por si rezultat i proceseve normale që ndodhen nën kontrollin hyjnor të Perëndisë. Perëndia krijues është sovran mbi gjithçka që ka krijuar. Në provaninë e tij të mistershme, ai po vazhdonte të punonte me shërbëtorin e tij sipas qëllimit të vullnetit të tij. Në librin e Jonas ka një frazë që përsëritet. Perëndia caktoi. Ai caktoi një peshk të madh, një bim, një krimb, një erë zhuritëse nga lindja, dhe të gjitha këto ishin shprehje të dashurisë dhe interesimit të tij për shërbëtorin e tij. Jona 2:1 dhe 4:8. Perëndia po punonte si përmes një peshku gjigant, ashtu edhe përmes një krimbi të vogël. Sikurse ai ende vazhdon të punojë, duke i çuar të gjitha gjërat drejt synimit të tyre të caktuar. Doktrinën e provanisë e shohim të trajtohet te pyetja 27 e katekizmit të Heidelbergut. Çfarë duam të themi me provaninë e Perëndisë? Te përgjigja thuhet: Provania e Perëndisë është fuqia e tij e gjithpushtetshme dhe përherë e pranishme, përmes së cilës, si me dorën e tij, ai i mban qiellin, tokën dhe të gjitha krijesat e tij, dhe i qeveris ato në një mënyrë të tillë që çdo fije bari, shiu dhe thatësira, vitet e bollokut dhe të zi së bukës, ushqimi dhe pija, shëndeti dhe sëmundja, pasurit dhe varfëria, në të vërtetë, të gjitha gjërat nuk ndodhin nga shansi, por nga dora e tij atërore. Për gjatë udhëtimit të jetës, ndërsa përballesh si me bim që të japin rehati dhe lumturi, ashtu dhe me krimba që e largojnë rehatin ose shoqërinë nga jeta jote, mund të marrësh zemër duke ditur që nuk je zënë robi ndonjë force të verbër fatale. Përkundrazi, Ati yt qellor, i cili të mban në përqafimin e tij të dashur, po e qeveris gjithçka për të arritur qëllimin e tij përfundimtar në jetën tënde, të bëj më të ngjashëm me birin e tij dhe të sjellë në shtëpi pranë tij. Prandaj, mendo për jetën tënde. Cilat janë bimët e tua? Cilat janë krimbat në jetën tënde? A do të përpiqesh të falenderosh për të dyja, duke qenë i sigurt në njohurinë që të dyja vijnë nga një Ati dashur për të mirën tënde të përjetshme?